Mjekët japin urdhër, mos pini kafe nëse vuani nga këto tre sëmundje. Ndoshta nuk e dini, por pa kafe nuk bëni dot edhe pjesën e ndryshimeve të përditshmërisë, por në disa raste kafeja mund të kthehet e dëmshme për shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, kafeja duhet të pihet gjithmonë brenda normës së lejuar dhe mund të ofrojë shumë përfitime, por në disa raste kafeja e pirë me tepëricë dhe për një kohë të gjatë mund të shkaktojë gjithashtu edhe efektet e tyre negative. Sipas ekspertëve të Brightside, në këtë video do të rendisim rastet kur nuk këshillohet të pini kafe. Mos pini kafe nëse vuani nga ankthi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Njerëzit që luftojnë me ankthin duhet të shmangin kafeinën sepse ajo jo vetëm që do të përkeqësojë simptomat e pakëndshme të ankthit, por do të nxjisë edhe rritjen e tij. Gjithashtu, kafeina ngre nivelin e stresit dhe ju bën të ndjeheni më nervoz se zakonisht. Nëse vuani nga dhimbjet e stomakut, mos pini kafe. Shumë njerëz që kanë probleme me stomakun shqetësohen nga kafeina pa e kuptuar. Për këtë shpesh fajsojnë ushqimet, por kafeja mund të jetë shkaktari kryesor i dhimbjeve të stomakut. Nëse keni rrahje të shpejta të zemrës, mos e pini kafen, pasi mund t'i përshpejtojë edhe më shumë. Marrja e tepërt e kafes gjithashtu mund të bëjë që zemra të rrahë më shpejt. Personat të cilët vuajnë nga këtë gjendje mjekësore duhet të kufizojnë në konsumin e 1 deri në 2 kafe në ditë, në mënyrë që të mos kenë edhe përkeqësime të shëndetit të tyre. Gjithashtu, nëse kafeja ju shkakton të dridhura, këshillohet të mos e konsumoni. Kafeina e tepërt mund të shpejtojë edhe sistemin nervor qendror, gjë që ju bën të keni edhe më shumë dridhje dhe të jeni gjithashtu edhe më shumë nervoz në shëndetin tuaj. Prandaj, nëse ndaj kafes reagoni me dridhje, atëherë duhet të tregojeni të vëmendshëm dhe të hiqni dorën nga pirja e saj, pasi mund t'i përkeqësojë edhe më shumë çështjet tuaja imunitare. Kafeja mund të shkaktojë edhe dhimbje të mëdha të kokës. Nëse shqetësoheni prej tyre, këshillohet që kafen të mos e konsumoni. Edhe pse një sasi e vogël e kafes mund të ndihmojë kundër dhimbjeve të kokës, tejkalimi i dozave të mëdha të kafeinës në trupin tuaj mund të kthehet në një aleat të dëmshëm në këtë proces, duke nxitur edhe më tej dhimbjet e kokës dhe duke përkeqësuar kështu shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët tregojnë se nuk duhet të pini kafe në rastet se ajo ju shkakton dhimbje koke. Mos pini kafe shumë të nxehtë. Konsumi i pijeve shumë të nxehta si kafeja ose çaji mund të shkaktojë edhe probleme të rënda. Paralajmërojnë ekspertët e mjekësisë se pirja e pijeve të nxehta më shumë se 65 gradë mund të krijojë shqetësime në zonën e ezofagut dhe të shkaktojë edhe komplikacione. Nëse vuani nga nivelet e larta të ankthit, tregoni të kujdesshëm me pirjen e kafes. Nëse ndjeheni pak si në ankth sapo konsumoni kafe, duhet të fajsoni këtë të fundit. Kafeina ka efekte stimuluese në sistemin nervor qendror që shkakton edhe lëshimin e hormonit kortizolit të stresit. Në këtë rast përkeqësohet edhe më shumë ankthi dhe problemi i gjumit te personat që vuajnë nga depresioni. Për të minimizuar influencën e kafeinës, përpiquni të mos e teproni kafen, pasi mund të shkaktojë edhe këto përkeqësime. Kafen mos e pini me stomakun bosh. Konsumi i kafes që pak dhirë nuk do ju shpëtojë as pak nga rënja e niveleve të energjisë. Kjo sepse në orët e para të zgjimit nivelet e hormonit kortizol të stresit janë në kulmin e tyre, edhe japin një rritje normale të energjisë. Prandaj ekspertët këshillojnë të konsumoni kafen pasi të hani diçka për mëngjes dhe më e mira do të ishte rreth orës 10 deri në orën 12 të paradites. Kafeja është e mirë të konsumohet gjithmonë brenda normës, pasi në të kundërt problemet e saj mund të shkaktojnë edhe dëmtime të mëdha të shëndetit. Kafeja është e rëndë për stomakun dhe shkakton vështirësi në tretjen tuaj në disa raste. Kur këto të fundin nuk treten dhe shpërbëhen si duhet në sistemin tretës, i çeli në rrugë shumë problemeve të tjera shëndetësore.
Këto probleme janë irritim në mukozës së stomakut, fryrje, inflamacion të zorrës, madje edhe shtimi i qelizave të dëmshme në aparatin tretës. Për të gjitha këto arsye, ekspertët ngulin këmbë se kafeja nuk duhet të pihet me stomakun bosh. Ata thonë se ngrënia e mëngjesit është shumë e rëndësishme për njeriu dhe organet e trupit. Për më tepër, ekspertët sqarojnë se kafeja në mëngjes me stomakun bosh do të rrisë nivelin e kortizolit me shpejtësi. Më pas, organizmi ka nevojë për më shumë kohë që të kthehet në gjendje normale. Pirja e kafes përpara mëngjesit rrit nivelin e aciditetit në stomak, duke shkaktuar jo vetëm fryrje të shpeshta, por edhe të vjella. Ekspertët thonë se periudha më e mirë për të pirë kafe është rreth 1 orë pas zgjimit. Gjatë kësaj kohe ju duhet të konsumoni ushqime të shëndetshme edhe më pas të dorëzoheni te konsumi i kafes. Megjithatë, nëse ju nuk keni nevojë të pini shumë kafein, mund ta konsumoni në doza të vogla. Sigurohuni që kafen ta konsumoni gjithmonë pasi të keni ngrënë diçka, pasi mund të krijojë edhe vështirësi në sistemin tuaj tretës dhe të shkaktojë gjithashtu edhe probleme me shëndetin e stomakut. Është e vërtetuar se kafeja mund të zvogëlojë rrezikun e disa lloje të problemeve, por mund të shkaktojë gjithashtu edhe komplikacione nëse nuk dini se si duhet ta konsumoni atë. Ja kush duhet i kushtojë vëmendje pirjes së kafes, pasi në të kundërt, gjendja juaj imunitare mund të rëndohet të ndjeshëm. Njerëzit që vuajnë nga problemet inflamatore të zorrëve duhet të tregohen më të kujdesshëm me pirjen e kafes. Kafeina mund të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu të rrisë edhe shanset tuaja për të pësuar diarre, e cila është një simptom kryesore e sëmundjeve inflamatore të zorrëve, shpjegon dietologja Angel Plenels, duke shtuar se është më e mençur të shmangni pirjen e kafes nëse vuani nga sindroma e zorrës së irrituar. Nëse keni glaukoma, tregoni të vëmendshëm ndaj konsumit të kafes. Presioni intraokular mund të rritet tek persona të cilat kanë glaukoma dhe konsumojnë shumë kafe. Nëse duhet të bëni më shumë kërkime për çështjen tuaj, tregoni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm me sasinë e kafes që shtoni vazhdimisht në dietën tuaj të rregullt shëndetësore. Nëse vuani nga fshikza tepër aktive, ekspertët këshillojnë të mos e konsumoni kafen. Të gjithë e dimë se kafeja është e mirë të pihet e ngrohtë dhe gjatë një udhëtimi ajo mund të shkaktojë edhe probleme, veçanërisht nëse nuk keni mundësi të shkoni në tualet. Tek persona të cilët duan të bëjnë një udhëtim të gjatë dhe vuajnë gjithashtu nga fshikza tepër aktive, konsumi i kafes mund të kthehet në një makt të vërtetë. Prandaj tek këta persona këshillohet të evitojnë konsumin e kafes, pasi mund të nxjisë gjithashtu edhe problemet e tepërta të urinimit, citon eksperti Suahiken. Nëse nuk pini shpesh kafe, mund të jeni shumë të ndjeshëm edhe ndaj pirjes së kafeinës në momente të veçanta. Persona të cilët vuajnë gjithashtu edhe nga sëmundjet e zemrës, ose edhe ata të cilët kanë edhe presion të lartë të gjakut të menjëhershëm, duhet të tregohen të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me pirjen e kafes, pasi ajo mund të nxjisë disa efekte anësore në shëndetin e tyre. Eksperti Kelly McGrain, nutricionist, thotë se persona të cilët kanë edhe sëmundje të zemrës duhet të këshillohen më parë nga mjeku i tyre për sasinë dhe kur duhet të konsumojnë kafen për të evituar kështu komplikacionet në shëndet. Gratë shtatzana duhet të konsultohen me pediatrin nëse duhet ose jo të pinë kafe gjatë shtatzanisë. Shoqata Amerikane e Ginekologjisë këshillon që gratë shtatzana të mos pinë më shumë se 2 filxhan kafe në ditë për të reduktuar kështu edhe rreziqet që mund të ketë edhe në lindjen e parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar vitin e kaluar thotë se nuk ka sasi të saktë të kafeve që toleron trupi i femrave shtatzana. Çdo femër ka organizëm të ndryshëm dhe përpara pirjes së saj duhet të konsultohet edhe me mjekun përkatës. Gjithashtu edhe femrat gjithënse duhet të tregohen të kujdesshme me pirjen e kafes për të evituar kështu dëmet të ndryshme anësore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.